Shqipëri nuk ka oligark, që të jemi të qartë. Oligarku është dikush që vendos, nuk është dikush që bën biznes edhe përfiton. Dhe ky projekt, ky program është thjesht dhe vetëm për ata që duan të zhvillojnë tokën e tyre, duan të rindezin oxhakun në shtëpinë e gjyshërve të tyre, duan të ndërtojnë një ferm, duan të ndërtojnë një agrobiznes, duan të ndërtojnë një pikë agropërpunimi në fshat dhe do të kenë gjithë mbështetjen tonë. Këto të dyja besoj që janë të rëndësishme për pjesën tuaj, ndërkohë që për të gjithë pjesën tjetër unë do thosha që është shumë e rëndësishme të vetëdijsohet e gjithë industria e turizmit që ajo që duket sikur ka arritur në maj, vetëm sa ka filluar. Potenciali i Shqipërisë është i jashtëzakonshëm, është ende shumë i pashfrytzuar dhe mundësia që Shqipëria të nxjerrë shumë më tepër të ardhura nga turizmi shumë e madhe, dhe kur them të nxjerrë shumë më tepër të ardhur nga turizmi, nuk kam parasysh që të vinë këtu 35 milion turistë, sepse nuk na duhen. Ne nuk na duhet të bëhemi një destinacion i mbingarkuar i turizmit të masës, që është një turizëm që sjell shumë njerëz, por që nuk janë konsumator të lartë. Janë konsumator të ulët, në kuptimin konsumojnë pak. Dhe ne duhet të synojmë ata që konsumojnë shumë. Dhe agroturizmat mund të bëhen si thosh transformuesit edhe në këtë drejtim, duke rritur cilësinë e shërbimit në radhë parë, duke mbajtur një ekuilibër me çmimet e dyta. Shumë kush në industrinë e turizmit sot në Shqipëri nuk e kupton